garën e fundit dhe ike, kujt I kam besu në fund e pash. Përqava, por nuk të mallkova, nuk e prita që vjen ndarja, nuk e meritova. Shumë e lehtë për ty, për mu shumë e ron, tjetër kujt zemrën me ja dhon. Shumë e lehtë për ty, tjetër kujt zemrën me ja dhon. Si cigarën e fundit në pike, si cigarën e fundit dhe ike, ti kur s'më pas ke dasht. Si cigarën e fundit në pike, si cigarën e fundit dhe ike, kujt I kam besu në fund e pash. Kujt I kam besu në fund e pash. Kujt I kam besu në fund se pash. E pash. Zonja të zotrim, sa të nderuar një mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe t'juajën në Odeon. Mirë mbrëma na em, mirë mbrëma, Zonja të dike. Mirë mbrëma. Besimi është I mirë dhe duhet besosh. Absolutisht në çdo kontakt të parë ne duhet hyjmë me besim. Përndryshe nëse nuk kemi besim në vetvete, nuk kemi besim në shpirt, absolutisht asnjë veprim në jetë nuk do ta bëjmë, sepse do të dilemojmë pafundësisht dhe gjithmonë le t'ja lëm pale së kundërt që të konstatoj e të na japi të vërtetën edhe atë realitetin se janë ata që e thyen besën apo jemi ne. Mirë mbrëma të gjithëve, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma shqiptar, kudo që të jeni, nga do që të jeni. Ja ku jemi bashkë. Jemi në sheshin fjalës së mire, këngës së bukur. Jemi këtu në Odeon, në Radio Televizionin 21. Dhe në këtë weekend do të kemi shumë shka të bukur, do të kemi këngë, humore, debate, do të kemi mysafir tepër të veçantë që na sjellin përvoja shumë të bukura, të veçanta, si pista të mundshme të rrugtimit ton të suksesshëm në vazhdimsi në jetë. Edhe këtë javë, se ne sikur e sumojmë javën në përgjithësi, e kemi kalu goxha në ethe, sepse ata që I kemi zgjedhur, e që fillimisht janë zhagit në për tokë, tu na kërku votën, tash janë bë pronar të asaj që është jeta jonë. Edhe ata vendosin çish dojnë vetë, jo çish na kanë thonë neve. Nuk është për me duat rrugit. Po duat rrugit. Absolutisht. Vetëm një gjë, le të jeni të vetëdijshëm ju që keni fituar të drejtën të jeni prezent në nivelin më të lartë të legjislaturës në Parlamentin e Republikës Kosovës, se duhet silleni konform kushtetutës, konform ligjeve, konform kërkesave të këtij populli që ua ka dhënë votën. Të këtij populli që shkaku juaj renditet me jetën e vetë, me kualitetin e jetës vetë, në fund të Evropës, me shkakun tuaj, absolutisht. Kam polemizue, si ku me pas dojnë parlament, a ke popës në sejnë në kështë do të tonë apo ja dorhesje, apo ja dorhesje. Hama në shkru dorhesje nuk pranaj të shpia. Ecim tutje. Shifeni, këtë skenografi tër glamur, këtë glamorozitet dhe këtë gjithat glamorozitet, edhe dëshirë për jetë të bukur në shpirtin tonë ju s'mund të na e theni, as mund të na suprimoni të drejten për ta shijuar atë. Do ta bëjmë vetë.
Step by step, hap mas hapi. Në këtë skenografi tër glamur, jemi të gjithë bashkë, jemi autorë dhe kreatorë të spektaklit tuaj Odeon. Me shumë gjëra të bukura në vikendin tuaj, në këtë të shtunë. E që nesër në mëngjes të dielën, sigurisht do të keni edhe një mundësi tjetër të bukur që të na ndihni, kurse ne do të bëjmë çdo gjë që kjo pjesë e bukur që zgjat mbi 2 orë apo dikun 2 orë, e që quhet Odeon, të tingëlloj sa më mirë tek ju në shtëpi tuaj edhe kudo që të jeni në të 4 anët e botës. Na e ma të falenderoj edhe unë personin e cila po kujdeset për veshjen time, ama Leon. A është veç vetë një, a janë 2, është një. Se 2 për i shoh që po vinë. Po vinë 2, ama është Meliza Zeqiri, të cilën e gjeni në rrugën Muharrem Pejza në Prishtinë dhe mundeni me kontaktu në numrin e telefonit 044 123 940. Bukurosha, a kime knu sonte, a një sfilat vogël? Unë mese dhe Lorës kushtanin shumë. E njëjta shtëpia, po jo? Po. Shumë duar trofitje. E kush na ka rregullu? E kush na ka zbukuru? Saloni i grimit, jo ndullimit, po atje veç me shkue. Merë energji pozitive. Merë energji pozitive, të zbukurojnë juve nuk se ju bëjnë. Edhe, po dhe neve na japin një dorë bukurie, sepse Agonita merret edhe me mu. Agonita herë, Agonita Sogojeva, fushë të. Sa ta zgjasim më shumë? E bakarrojmë punën. Vim tek ajo, pa humbur kohë. Do të vinë vazhdim ato që na sjellin për çdo javë gaz. Besa edhe lumturinë në shtëpi tona, me satiren, me humorin e tyre. Artistët e humorit, Dada Hyr dhe Kulja! I princesa. Sa merë sysh I të utës të qaqë. A peshe një veç. A I keni lënë zemrën ata? Po keni frikë që po shkon opozit? Hajt ma mirë pa zemra. Se zakonisht ishi me zemrë dhe unë më nesha që po plotësohen. Unë e kom zemrën ma të mirë, qëre. Edhe zemrë, edhe kra. Që? E po me shqipojnë zemrë. Ku I thash Hyrës, oj Hyrë, bë në gati se po vi me të marë për shkojnë atikën. E quva, e shkova, e përit na im, që shtoj një farë fjoli shpas dik njoni të prit. Qashtu në keshtu dik të prit. 2 sahat. Kur dikur ma në fondull, qka u vënuve mëri që ka të shumë? O na e mune me këry, kom rëmë 8 tjastokit. Pave 2 sahat. E mora me kere unisëm. Oj, Hyrë, mere me men që ndodhi. Një këshi jemi kur nuk e lanë kjerën e vetë. Kur bre, ju kish bo më zvetë. E të marrë me gishtemin e të shkojmë plëhën dritarës. Tja shkruj, a ka mundësi me mla? Njësër na e mune klap, kërë një letën kërë temin. E marrë lëgjoj, për thët, s'ka problem këj shike kur dush, veç hajde ti se me gjithë qeft loj. Eli me, kom zbulu diçka. Qka shtu? I kom mëron fije. Voja është ma e vjetër se pula. A e di pse? Pse? Se voti hojna për kaftjall, pulën e hojna në drejt. Zëtë mina që po kur për ushqim. Që po hina në qatë marketin që aty, blina diçka të marë me vete se po të shkujna në katën e po të kënosh me pak. Po kur ma mirë s'ki folë mëri, kur ma mirë se pasha zotin. A e dim bre që krejt po shkojnë dika. Krejt, veç une po ju shkoj nerva atënve të mire. Po për pas tanave, veç po ju shkoj nerva. U qova une kishe me qitë qaj, e pja bëj burrit të. Tash qëfar që oj pëdon, sa i herë për ashtu herë kështu? Po. Qërë ma qërën, qëtë ma qojën. E këqyra.
Tash po m'vje shumë keq, qaj bajat nuk kam. A ki jemi, po më thotë mu. Zemër me bu pahiri. Jo, që na i sen, mës me na. Po. Që pahiri po thama, den, po thama Po. tash. Me bu me thonune, po ndoh na pejteje. Qa kishe bo? Tash kur gjot kisha qitë nga gazetë. Po. Tha pse, qa kishe shrujt? Vërimi nesër në ora 10. Asja kishe foli, qa? Pa qysh jo, mëj se Rahmet Liz duhet krejt mja fol, mëj. Tu vënd kena haru, për çka kena hi edhe ku kena hi. Ajde ndugoj mi marë senet, qysh kena hes, kena mërit e vot. Pikqyri vot, 4 euro. 4 euro vot. Shumë shtrejt brej pas ke qëto vot shumë. Po ta ti zoj, tha peshe qysho situata në përbot, jo lufta, kadel. Kadel qëfar lufte? Ta shti këtecat e pullave apimon në Pakistan, në Ukrajina, ku? Hajde po vute. A une, të afru të specat. Bë. 6 euro. Ha, Thash, jo, ti, 10 speca, a ki? Tha zuj, tha qëta janë. O, jo, nuk po du specat mësht, 10 speca. U kiva, ka gjothi, shkam me po 10 euro gjothi. në kajmak, që atë. Tha shumë shtrejt, bre. Tha ju zuj, tha nuk janë shtrejt, tha po ti kë ke martu leksht. Tha shune leksht, a përshë qatë gjipin qatje? I jam jashtë. E djathin e lire lëpë. Hajde mori kulli, thash, e të shkojnë në katon, se atje të natë mirat i kem. Vot katonit, djatë shpis, specat bashqës, të natë mirat një Allah që i ka qu. Plus jënë badihava, jënë malirë. O, ja ki bo si burë jap. Ha, Pja bëj, oj zemër, qysh kishe jetu ti pa mu? po, Tha shumë ma lirë. veç ki du të mi thonë ati burrit tënë që dosti jam, Ernesti, thët, paraja mund të blej çdo gjë, por jo edhe të rahurat e ngrohta të zemrës.